Në kuadër të 103 vjetorit të krijimit të shërbimit pyjor në zonën e Mnellës në Vaun në Dejes u bë demonstrimi mbjedhjes së rreth 300 fidanëve pishe. Drejtoria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Bashkinë Vau Dejes është angazhuar për pyllëzimin e çdo zone të prekur nga zjarret, ku në total bëhet fjalë për rreth 35 hektar. Ne sot kemi mbjell rreth 300 fidana pishet. Që gjithë zona e djegur do të rehabilitohet me mbjellje të re të pisheve në Bashkinë e Vaudesit. Sot ishte vetëm demonstrimi i parë, ne e bëmë me rastin e 103 vjetorit, edhe procesi duhet vazhdojë deri në rehabilitimin e 35 hektarëve që kena fut për mbjelljen e gjithë zonës të djegur, në ato zona ku janë djeg pisha dhe nuk zëvendësojnë vendin, do të zëvendësojnë me pisha të reja. Dëmet e shkaktuara nga zjarret në masivin pyjor kanë qenë të mëdha, ndërsa zjarrvënia e qëllimshme vijon të mbetet shqetësim kryesor. Shqetësimi i djegës pyjor është shqetësimi i madh për komunitetin, për çdo gjë, se shije vetë djegën si është bë. Erosioni si pavan përmytjet, çdo gjë është pjesë e pyllit. Zonën më trashëguar kena këtë zonën e Vignels. Këtu kena djegjet më të mëdha, kena dhënë sipër në Kagomsiqa, po kjo zona si ka kriju djegjet më të mëdha për 2024. Po derisa s'kena autor qëllimshëm, duhet të thonë se në autor s'ka. Kena përfunduar në këtë pozicion pishat, zona jonë, zona më kjo kurora më e bukur si mund të ketë Bashkia e Vaudesit. Mesazhi do t'i thojë komunitetit e rune për vete këtë pyll, se kjo është jo vetëm se është drejtoria e pyllave, po kjo është për gjithë komunitetin e zonës, kjo është një pasuri si rrallë mund ta ketë kush. Edhe për turizëm e për çdo gjë si ka zona jonë. Ky aksion pyllëzimi përbën një hap konkret drejt rikuperimit të masiveve pyjore të dëmtuara dhe ruajtjes së ekosistemit natyror në zonën e Vaudesit. Pushteti vendor thekson se angazhimi për mbrojtjen e pyjeve do të vijojë edhe në muajt e ardhshëm, ndërsa bashkëpunimi me komunitetin mbetet pikë kyçe për të parandaluar zjarret dhe mbrojtur mjedisin.